Birman, ju shohim këto ditë në Shkodër. Kam marru sezonin e tjenë, normalisht kam marrë për pushime, bëj çdo vit domethënë. Mos i marrë sezonin në Abu Dhabi, kaloj 4-5 javë me familjen. Si ka qenë ky sezon për ty atje? Them drejtën kena pas sukses. Isha trajner i U13 edhe pat me i vetmi grup mosh që doli kampion domethënë 5 javë para se me marru sezoni. Ishte diçka pozitive. Por gjithsesi ata pretendimet e mia tash janë për shumë më nel. Edhe shpresoj me këtë sukses që po ata të arriti të marrë diçka shumë më tepër këtë vit. Jashtë kontekstit sportiv, si ka qenë jetesa në këto muajt e fundit të trazuar? Them drejtën, ishte pak e frikshme situata disa muaj. Për çfarë arsye do të ktheheshe në Shkodër ti? Arsyet janë për me kenë trajneri i ekipit parë, jo vetëm Shkodër. Unë thjesht kam pas dëshirë që të kthehem një ekip i rritur. A do kthehem Shkodër për një vend tjetër, thjesht do me pas këtë mundësi sepse e një vit gati edhe mendoj që kam aftësi shumë mira për me pas suksese atë tek ekipi i rritur. Por pa diskutim që ku do kishte më mirë po të ishte kjo mundësi që të kthehesh në Shkodër. Po kjo është futbolli, për momentin Vllaznia është në situata, sapo ka firmuar me një trajner që i uroj shumë suksese. Po thjesht duhet them që jam gati edhe po pres një mundësi nga një ekip i tritërve. Po të ishte Vllaznia, do ishte mrekulli. Dhe ndalemi pak tek Vllaznia, përfundoi një sezon që në gjykimin tënd nuk e di se sa e ke ndjekur javë për javë. Për tifozët ishte një dështim në fakt, mos fitimi i titullit kampion. Po e parë në kundërshtrimin e një futbollisti që ka dhënë kontribut të vazhdueshëm për Vllaznin, si ka qenë për ty? Unë po thuj se kam njek, jo 100% nuk duhet të tregoj sinqert, por më shumë se 90% neshëve i kam njek, edhe jam po thuj se koherent me çdo situatë që ka kalu Vllaznia, paktën nga televizori. Edhe pa diskutim nuk mundet kush me thonë që ky vit nuk ishte dështim. Kjo është një realitet që me keq ardhe, po duhet me thonë, nëse mund të isha unë trajner edhe po të kisha këtë rezultat, do ta kisha thënë për veti që është dështim. Me këtë grup lojtar që ka pas Vllaznia, është një dështim i madh që mos me dal kampion. Aq më tepër që po thuj se pjesën më të madhe të kampionatit ishim ne që e kryesuam me kampionatin, edhe marrë puna me bë për 7-8 neshjet e fundit, ajo ramja e ekipit që hala nuk e di arsyen, hala nuk e di pse është ekipin e gjendi. Po gjithsesi duhet me pranu kjo pjesë e futbollit, por dështimi ja pjesë e këtij sporti, nuk e çam i bë. Sa ndikim mund të ketë fakti që në Shkodër trofeu i madh nuk vjen për 25 vite, sherk shekulli? A ndikon kjo psikologjikisht për një lojtar? Tash kjo është një fjali që flitet të sa vite. Shkodra pa diskutim që është qyteti është më i vështirë me luajt futboll, sepse janë vetë njerëzit që këtu e përjetojnë futbollin më shumë se ç'duhet, por këtë gjati nuk mundesh me ndryshu. Ajo që duhesh me ndryshu është me ndryshu mentalitetin e lojtarëve që janë tu kanë fush. Pra kur çdo lojtar që vjen te Vllaznia harron këtë pjesë. Presioni ka me kanë gjithmonë, presioni ja pjesë e futbollit, aq më tepër në këtë qytet. Pra çdo njeri që ose vjen në Shkodër ti duhesh me fiksu në tru që kur vjen tu ke marrë për me dal kampion. Edhe nuk ka opsion tjetër. Nuk mundesh marrë Shkodër hajtë se s'ka problem. Tifozët nuk lejojnë tu. Ka raste që janë shumë dashur me ty, po ka raste kur nuk ke sukses janë shumë dashur. Kjo pjesë e këtij qyteti, nuk mundesh me ndryshu këtë gjë. Pra duhesh kur ti je lojtar i Vllaznisë, duhesh me marrë parasysh me përballu që do lush kundër këtij presioni, nuk e çaban. Ku duhet përmirësuar Vllaznia re? Një pjesë e përthamës së ekipit duket se po ruhet sepse kanë rinovuar lojtarët kryesorë ndoshta. Po ku duhet përmirësuar që Vllaznia të vazhdojë të jetë në nivele të tilla pretendente për titullin kampion? Tash kjo është një pjesë taktike që duhet më ul një 3-4 orë me fol, mendoj që ku duhet më përmirësu Vllaznia. Duke u bazuar në neshjet e fundit sepse si thonë fundi mohet mend. Nuk mohet mend kush dy fazat e para që ti ke luajt shumë mirë, se po ta kishin vazhduar ashtu, nuk do kishin fol sa në këtë mënyrë. Po duke u bazuar në 7-8 neshjet e fundit, pa diskutim që ka çfarë nga jashtë, pak nga televizori, ka probleme shumë mëdha dhe ka nevojë për shumë gjëra për më përmirësu. Po thjesht tash duhet paktën ata lojtarë që të largohen, të zëvendësohen ndoshta edhe pak më me cilësor, të rregullohet shumë gjendja fizike e ekipit, merr lojtar më cilësor, shikohet ndoshta edhe skema taktike, duhet gjithmonë paktën unë si trajner si e shikoj, gjithmonë skema taktike duhet me kanë bazë lojtarëve që ke.
Edhe ka shumë gjëra, po gjithsesi kjo pjesë e stafi teknik, profesor Edi edhe drejtori Vjori janë njerëz sporti që e njohin shumë mirë këtë gjë dhe besoj jam i bindur 100% që ata i kanë konsultuar ta pika edhe më mirë se unë edhe jam i bindur që janë tu punu këtë aspekt. Gilman, edhe diçka e fundit jashtë sportit, si janë këto ditë për ty në Shkodër, si është angazhimi Them drejtën, kjo është pjesa që ne na mungon atje në Abu Dhabi. Jo dini shumë mirë që jeta atje është shumë e mirë, e dini këtë gjë, nuk kam nevojë më thonë unë, por pjesa që mungon atje është njerëzit, shoqënia, respekti që na kena me një tjetrin në Shkodër, atje na mungon kjo gjë. Kjo është gjëja që më shijon më shumë. Kjo është gjëja që më shijon më shumë, shkan kafe, ndoshta ulesh me 10 shok, edhe nuk ka gjë më të mirë. Dini tani në Abu Dhabi ndoshta i ke tani mundësitë, por nuk din me thonë kush është si njerëz natën e mirë. Kurse kjo gjëja që na shijon më shumë është kjo shoqënia, respekti që kena për një tjetrin këtë qytet. Deri kur do të qëndrosh? Them drejtën jam pa plan sepse hala nuk kam firmos për vitin e ri edhe ndoshta mund qëndroj deri në 4-5 javë, por gjithsesi jam varësi te një oferte që mund të kem. Dy fjalë të fundit edhe për kombëtare. Duke qenë se kemi një trajner të ri tashmë dhe kemi parë sfidën e parë ndaj Izraelit. Një mendim i përgjithshëm. E pash neshën edhe them drejtën është neshja parë dhe nuk mundesh me gjyku të njërin. Ti duhet miru suksese edhe duhet me punu shumë në ata pika që u bën gabim me trajnerin e vjetër. Besoj mendoj që kena një grup cilësor lojtarësh që duhet me punu shumë për me marrë maksimumin e tyre edhe me dhënë atë që kanë vurë në shumë neshe, janë selektuar shumë lojtarë, janë lënë jashtë shumë lojtarë që e kanë merituar për me kanë pjesë e ekipit.